Në prag të festave të fundvitit, sot në selinë e Hendikosit të Gjilanit ka qenë vetë Baba Dimri, i cili i shoqëruar nga dy shoqërues të tij të njohur nga filmat vizatimor nga më të dashurit për fëmijët, të famshmit Tomi dhe Gjeri, u ka sjell dhurata fëmijëve me nevoja të veçanta. Në këtë aktivitet të organizuar në objektet e këtij institucioni, plakut të festave të fundvitit i ka dëshiruar mirëseardhje edhe menaxheri Fatmir Shurdhani, i cili me këtë rast ka falendëruar Baba Dimrin për shpërndarjen e dhuratave, të cilat ishin donacion i restorant Ekremi. Përshëndetje për të gjithë. Veçanërisht për përshëndetje veçantë është për Arditin, pronarin e restoranit Ekremit, i cili sot i ka gëzuar fëmijët me atë të kufizuara të cilët gravitojnë në Hendikas. Falënderimi veçantë është edhe për të vëvalin. Shurdhani ka folur edhe për interesimin dhe për krahjen e institucioneve lokale të komunës së Gjilanit, duke thënë se pavarësisht për krahjes që kanë marrë, nevojat e Hendikosit në Gjilan nuk janë përmbushur në tërësi. Që 2016 që të jetë edhe më i suksesshëm dhe më i begatshëm me aktivitete edhe më të mëdha. Me këtë rast edhe fëmijët nuk e kanë fshehur gëzimin e tyre për dhuratat, ndërkohë që në sytë e tyre shihej se takimi i drejt për drejt me Baba Dimrin u ka bërë përshtypje të jashtëzakonshme.